një sirtar? Tani u do të jesh atje të dish se ç'bën SPAK-u, ç'bën prokuroria e përgjithshme. Teknikisht e kam thënë dhe këtu tek ju që kanë të drejtë kërkojnë dosjen në gjykatë. Problemi është teknik sepse të kërkosh një dosje në gjykatë këtu në SHUBA do të vi nga Ministria e Drejtësisë ku është një njeri problematik dhe kjo nuk ngjet. Por SPAK mund ta ketë hapur dosjen sepse McGonigal dëmin më të madh ekonomik, sipas shumë deklaratave, edhe nga portalet djathta këtu është bërë në Shqipëri. Flitet për miliona dollar nga Erion Veliaj, nga njerëz afër Ramës, biznesmen ti, por problemi është ky që të jemi të qartë. Në Amerikë nuk mund të dënohesh 2 herë për të njëjtin krim. Double jeopardy. Në qoftë se do të ketë të dhëna të reja lidhur si spionazh me spionazhin rus, atëherë do të hapet edhe një herë dosja e tij dhe ai mund të dënohet. Për problemet e $225,000 të marra, gjoja u ha nga oficeri i sigurimit, që në fakt është kalese nga qeveria shqiptare, sepse disa media këtu e kanë thënë. Problemi është ky, duhet bërë një kërkesë. Nga ana tjetër, në Amerikë thjesht me një shkrim, me një koment, gjykatë FBI fillon hetimin. Përse nuk ngjet kjo në Shqipëri? Nuk mund të flas me saktësi, nuk e di se si funksionon SPAK, ata edhe mund të kenë filluar hapjen e dosjes. Natyrisht që ato që tha Berisha unë jam dakord, Alaun Balla, Belina Balluku është një tabor i madh i të majtëve që duhet ishin mbrapa hekurave. Megjithatë duhet dallojmë diskursin politik, diskursin e fushatës nga realiteti, sepse edhe këtu në fushat Trump thoshte shpesh herë për të fituar vota, ndaj dhe Berisha ka drejt ta ngresi çështje case këtë të McGonigal. Por janë shqiptarët ata që do vendosin, pa diskutim. Ndërkohë, zoti Papa, Berisha tha se mbyllja e aferës McGonigal nga Altin Dumani përbën krim ndërkombëtar, por në fakt në aspektin juridik a është ezaluar kjo çështje nga drejtësia amerikane? Sapo ja thash, nuk dënohesh 2 herë për të njëjtin krim, ai bëri një deal, sepse FBI ka një problem, dhe kjo është fatkeqësi. Ata që e drejtojnë shquajnë si krim më të madh diçka që dëmton imazhin e FBI-t se sa dëmi që bëhet ndaj vendit. Ndaj u bë ai deali ku ai pranoi që ka marrë një huajgjoje $225,000 nga sigurimsi ynë dhe parat nga rusi. Kaq u mbyll. Teknikisht ja u thash, drejtësia shqiptare ka të drejtë të kërkojë dosjen në gjykatë. Dosja ka qenë 8.000 faqe. Janë rreth 8 përgjime të Ramës në zyrën e tij, këtu edhe një personi shumë enigmatik, Duçka, pra është e thellë. Se ç'do të bëj SPAK, nuk mund ta them nga këtu. Këtu në Amerikë mund të rihapet çështja vetëm me dosjen ruse. I ka dhënë një urdhër presidenti Trump dhe deri tani Kash Patel dhe Bongino nuk po realizojnë dot urdhrin ekzekutiv të presidentit amerikan. Nuk është shumë e lehtë, FBI është një organizatë shumë e madhe, 37.000 vetë, dhe këtu, nga gazetarët mëdhenj si Bill O'Reilly, është theksuar që problemi më i madh tek FBI është tek njësia e kundër inteligjencës, pikërisht ku ishte McGonigal në zyrën e New Yorkut, që është nga zyrat më të mëdha të FBI-t, rreth 1.200 vetë, kur vetëm zyra qendrore ka 7.000 vetë. Nuk është e lehtë. FBI ka një kulturë që kushdo që të vi drejtor nuk e kontrollon dot. Deri tani Kash Patel nuk ka avancuar nga urdhri ekzekutiv i presidentit Trump, por subjekti ka qenë te dosja e stisur e ndërhyrjes gjoja ruse. E qartë, zoti Papa, Berisha ka folur gjithashtu edhe për mesazhe që kanë ardhur pra nga McGonigal në drejtim të Ramës, por në seancën gjyqësore McGonigal e ka përmendur kryeministrin Rama, ka përmendur rushfetin që gjoja ka marrë prej tij? Thash është bërë deal. Në gjykat, ai ka folur përmes avokatit dhe zgjati rreth një vit, pati përplasje të mëdha, pakesa të mëdha, dhe deali erdhi, ai do të bëjë rreth 5 vjet deri në 8 vjet burg. Pra e mbyllën, nuk u hap. Njësoj si dosja e fotos Obamës, ku Rama ka shkaktuar krim kriminal dhe ka pasur hetimin e FBI të nisura nga Dana Rohebare, pra dosja e tij është tejet e fryrë. Natyrisht që FBI kërkoi ta mbyllte. Ka pasur hearing Senat, në Kongres, me akuza konkrete për këtë funksionar të lartë korruptuar. Duhet thënë që FBI 99% janë njerëz ndershëm, por me njerëz të tillë turpërohet një organizatë e madhe dhe tek lista e armiqve të zotit Trump, mbas Sorosit, McGonigal është me emër.
Trump e ka shprehur disa herë, sepse ai ka qenë personi që ka kryer hetimet e asaj që quhet Russian Collusion, një dosje e stisur ku u akuzua kod dhe u dënua dhe një emër i madh, Paul Manafort, dhe më pas u fal nga zoti Trump. Unë them se FBI do të vazhdoj. A do të përfitojmë ne? Në qoftë se ndryshon pushteti, në qoftë se ka një ministër drejtësie nga krau tjetër, natyrisht do të kërkohet dosja. Në qoftë se Rama rin pushtet, një ndër të këqijat e tjera që do të ketë Shqipëria është dhe mbyllja e kësaj dosje të korrupsionit. Mirë, nuk e di nëse vazhdojmë ta kemi zëllin pa. Po, unë jam. Këto jam. Mirë, për të ndalur pak edhe tek fushata që po bën kryetari i Partisë Demokratike, besoj e keni ndjekur, është duke u përshtatur pak stilit Trump, madje sfundi e kemi parë edhe me një kapele në koka. Besoni se ka komunikim mes opozitës dhe administratës amerikane? Në përgjithësi, administrata kontaktet i mban me qeverit, nuk ndodh që të mbaj qëndrime me opozitën. Të jemi realist, edhe ai që kryen fushatën e tha që unë jam personalisht, natyrisht duke pasur dy njerëz që janë shumë të afërt me zotin Trump, indirekt të le të nënkuptosh që akses ka. Është personi, për shumë Paul Manafort, për para 3 javësh ka qenë 2 ose 3 orë në Mar-a-Lago. Akses është miku i hershëm i zotit Trump që në të thënjishin, por do të ndajmë qëndrimin zyrtar, administrata gjithmonë funksionon me homologët e saj. Vetëm një herë ka ndodhur që Shtëpia e Bardhë ka mbështetur haptas opozitën dhe ka dalë kundra, siç ishte rasti në Gjermani me Schröder. Në përgjithësi, protokolli nuk lejon që haptas kjo të kryhet. Dhe ka ndodhur në vitet 90 kur Aersoni dilte haptas me ne, ishte përmbysje e madhe, por nga ana e fushatës nuk është thjesht vendosja një kapele, sepse dhe Ramën e shaf me kapele, po Berisha rrezaton energji nga ajo që shikoj. Unë jam larg, kuptoj që ka një entuziazëm se si dhe sa do të përkthehet në vota, jeni ju atje që vendosni, nuk mund të jap mendim nga këtu. Nga shqiptarët amerikanët që janë këtu, janë regjistruar shumë pak, 20.000 vetë, duket se e përsia është për opozitën. Megjithatë, gjithçka do të shikohet në kutitë e votimit, për problemi më i madh, që edhe ne aq sa kemi mundësi për ta ngritur me njerëzit që kanë akses, është që çfarë garanton që nuk do të kemi përsëri vjedhje të votave. Dhe alarmi tjetër që vjen është kjo që Departamenti Amerikan i Shtetit është një disarray. Do të ketë shkurtime 50% buxhetit, do të hiqen shumë byro, ndërto dhe byroja të drejtave të njerëzit, ajo që bën raportet për zgjedhjet. Pra Amerika përmes Departamentit të Shtetit do të ketë një tërheqje pas për të parë raportet që do të vinë, siç kanë qenë të egra dhe ashpra më parë. Natyrisht që në departament 75% janë të regjistruar demokrat, kultura korporative ka qenë e majt, por me këtë shkurtim drastik 50% do të hiqet provimi se si merren në punë diplomatët, do të ketë më shumë mundësi të vinë nga krahu djathtë. Pra, në një të ardhme, fryma e djathtë do të sundojë dhe në departamentin amerikan. Aktualisht nuk sundon. Një lajm që mua më duket i mirë është që nga faqja zyrtare e Departamentit Amerikan të Shtetit është hequr e deklarata e Blinkenit kur deklaronte non grata, në thonjza zotin Berisha. Por është tek faqja e ambasadës. Diçka më duket se po luan. Në një pyetje që unë kam janë shenja këto që non grata Berishës mund të hiqet? Pra mund t'i marrin si një teknikisht administrata e re ka drejt të heqë non gratën. Problemi është që ende Departamenti Amerikan i Shtetit vazhdon me njerëzit left over të majtës, kanë kaluar vetëm pak emërime, dhe problemet janë shumë të mëdha, është Gaza, Ukraina, por unë këtë si detaj doja të thoja. Dhe ajo pyetja që ja drejtova zyrtarisht që deklarata e Lasivitës, personet që kanë mbuluar si bashk menaxher që non grata është pjesë e vendimit të korruptuar të administratës, përgjigjja ishte no comment. Unë shikoj jo siç e pan të tjerët në Shqipëri që injoruan Berishën, jo. Është, domethënë, duhet të ketë një rishqyrtim. A do të ngjasë përpara zgjedhjeve, nuk mund të bëj orakullin. Por një fitore e opozitës do të zvlerësonte çdo gjë. Teknikisht. E qartë, ndërkohë, me që jemi edhe tek administrata e administrata amerikane, si mendoni do të mbajë qëndrim ndaj administratës Rama momentalisht, apo
më saktë pyetja si janë marrëdhëniet e administratës amerikane me qeverinë. Edhe pak më lart vetë zoti Papa i tha që administrata amerikane mund të mbajë lidhje jo me opozitën, pra nuk mund të ketë komunikime, mund të ketë vetëm me qeverinë. Rama është injoruar, mendimi im. Nuk sa vite ka që nuk vjen në Washington. Ka pasur dita pit stope në New York, ku dihet që çdo vizitë një diplomati, një njeriu me pasaportë është në mbikëqyrjen e FBI. Ata e kanë parë kë atakuar, është ajo akuzë $200,000 të paguara këtu për një aktivitet partijak, e shkelje ligjit. Nuk ka pasur takime bilaterale, ëndronte një telefonat nga presidenti Trump përmes faljes Sazanit për dhëndrin e tij, nuk e mori. Vučić që ka marrë, po lufton fort që kryej një vizitë këtu, me çmë thon Kushneri përsëri nuk i hap telefonin. Amerika nuk merret me emra, sepse është një bezdi e madhe për çdo funksionar amerikan të kesh të njëjtin emër për një kohë kaq shumë të gjatë në një vend vogël që nuk ka në rëndësi në politikën e madhe amerikane. Dhe natyrisht që unë mendoj që në qoftë se Rama do të vjedh përsëri përmes krimit, administrata nuk do të jetë e butë. Atëherë do të fillojë të merret me ne. Aktualisht nuk jemi në qendrën në objektivin, fokusin e tyre, por ngelet që përmes lobingut ne, shqiptar-amerikanët, duhet dim të ngrejmë zërin jo thjesht në departament, dihet qëndrimi i tyre, në Kongres, në Senat, edhe në media. Kthehem pas këtu në vitet 96-97, kur interesi i tyre ishte shumë i madh, maksimal ndaj nesh. Shikoj një lajm tjetër pozitiv, që lobi grek nuk është shumë aktiv në kundërshtinë të tezës shqiptare, siç ka qenë aso kohë. Rama mbetet, e them edhe një herë, i injoruar. Për mendimin tim, kandili i tij është shuar si në Evropë dhe këtu, ka mbaruar batutat bajate. Megjithatë, do të jenë shqiptarët ata që vendosin. Unë shikoj zgjedhjet atje siç kishim këtu, ishte një ndarje e madhe. Në qoftë se fitonte Kamala Harris, ky vend do të shkonte te poshtë. Ndaj u votua zoti Trump. Unë kështu e shikoj edhe votimin në Shqipëri. Edhe në qoftë se do të isha atje, miqve të mi do t'i thoja që ne dikur na thonin vota plum për armikun. Kaq ke dorë, sidomos njeriu thjesht atë vot ka. Mos e shpërndoroni votën. Nuk kam asgjë me partitë e vogla, secili ka drejt të hyjë në garë, por përplasja këtu është përplasje e madhe. Rama, Berisha. Njerëzit duhet ta kuptojnë. Mund ta urresh Berishën, mund të kesh shumë kritika ndaj tij, por për mendimin tim, e keqja më e madhe aktualisht është Rama. Zoti Papa, ndërkohë, bime për përcënon thonë se kryeministri Rama ka tentuar të ketë një takim edhe me Kristia Civita, i cili ndodhet në Shqipëri pikërisht për Partinë Demokratike për fushatën. Sa ndikim do të ketë La Civita në fushatën e Partisë Demokratike? A je sigurt? Ka refuzuar takimin me kryeministrin. A je sigurt që La Civita është Tiranë, unë e di që ka ardhur këtu? Momentalisht nuk e kisha po Rama por është në Shqipëri me funksionin për këshillimin e fushatës së Partisë Demokratike. Rama mund të takojë çdo njeri. Po do të ishte amorale për dikë që vjen i kontraktuar nga demokratët që takohet me Rama. Ai shumë mirë mund të kishte pranuar kontratën me Rama, unë e di që ai ka bërë kërkesë. Por La Civita përfaqëson një agent të zotit Trump që është kundra socialistëve kudo në botë. Rama duhet ta di që Trump ka një memorie. Nuk i harron fjalët e tij denigruese, pavarësisht se ai ka falur Sazanin dhëndrit vet, vetëm për një fjali e hoqi si shef Pentagonit Pompeon, sepse kishte bërë një deklaratë. Trump ka një listë me njerëzit që e kanë sharë dhe edhe këtu në emërimet ndryshme shikohen me një fokus të madh. Por është ajo që çdo gjë ngjet. Nuk ka pse Shqipëria, shqiptarët votojnë përsëri për dikë që vazhdon të jetë vazhdues i partisë Enver Hoxhës, anti-amerikan, personi në fakt në fjalë ka qenë kundër hyrjes tonë NATO, ja kujtoj, nuk ka qenë asnjëherë ai mund të hiqet si pro-amerikan i madh tani. Ai kishte mundësi të merrte edhe ai me kontratë nga lobistët amerikanë, si ka pas marrë dikur e Brain. Por askush nuk i afrohet dhe duket qartë që fushata e tij është e zbrazët. Program nuk kalohet me batuta qeshërake. Ndaj dhe shumë kryeministrat e Europës kanë filluar që të qeshin me personin në fjalë, jo me batutat e tij. Për mua si shqiptar unë ndihem keq që vendi im përfaqësohet nga një njerëz që Rama që është konsumuar nuk mban më.
E qartë, zoti Papa, si po shkon lufta në thonjza e Trump me njerëzit e Soros? Nuk Trump e injoron, është tek lista e armiqve ti, pa diskutim. Soros i plak është thuajse në gjendje kome, por i biri vazhdon, i biri e bia, nuk di si ta them, si mbas demokratëve ta kanë thënë ajo, kanë shpenzuar deri tani $31 miliard, por fatmirësisht Musk ka filluar të sponsorizojë nga e djatha. Nuk ka ndonjë forcë të madhe më Soros i organizata e tij, po dalin dhe po zbulohen miliona e miliona dollar, sidomos nga USAID, pra një skemë e turpshme ku hap një NGO me pak para, me $100.000, $200.000, dhe përmes Departamentit Amerikan të Shtetit miliona e miliona dollar, përmendet dhe sistemi drejtësisë, reforma në Shqipëri, që kanë dëmtuar jo vetëm ne, por dhe këtë vend të madh me këto para pa logjik. Por fatmirësisht u shkri USAID-i, dhe në qoftë se buxheti i departamentit do jetë i përgjysëm, kjo është në të mirë të këtij vendi këtu, por dhe të ekzekutimit, të organizatave fantazëm, të këtij njeriu që konsiderohet si kancer i shoqërisë amerikane. Trump e ka te lista e parë si emër të armiqve të tij. Natyrisht që Sorosi do të tërhiqet, sepse në këtë çaste e ndjen që përballë sulmeve të mëdha që Trump po kryen thuajse në çdo gjë, ai nuk ka asnjë shans që të fitojë. Ky është një lajm i mirë për ne si shqiptar, nuk ka rëndësi djathtas apo majtas. Soros na ka dëmtuar shumë. E qartë, zoti Papa, duhet të rikthehemi edhe një herë tek zoti Berisha edhe tek një tjetër deklaratë që ka bërë, duke thënë se do ta shpërblej Ilir Metën për gjithë kohën që po qëndron në burg, nëse burgosja e tij është pra politike. Si do të ndikojnë këto deklarata në fushat? Kjo është me if. Tani me if, më në qoftë se në çdo vend të botës, në qoftë se ti mbahesh në mënyrë të gabuar, do të shpërblehesh. Në qoftë se kjo ka ndodhur, do të ndodhë. Në qoftë se ai meriton burgun, do ta meritoj. Diskutimi politik natyrisht kërkon që të përfitojë gjatë fushatës. Ai e di se sa merr mbi supe me këtë. A i shton votët apo i ul? Unë nuk e di. Personalisht në drejtësi nuk përpara ndërhyjet. Se thuhet që drejtësia, por duke parë se çfarë ndodhi këtu, duke parë akuzat politike, Berisha ka drejt nga ana e tij të përdorë këtë lloj fjalimi politik në fushat. Unë do të më vinte keq që në Shqipëri të ndodhë siç ndodhi me ish anëtarët e byros politike që morën ndërmshpërblime apo me Fatosnanën që realisht u dënuan sepse duheshin dënuar dhe nuk u dëshpërblyen ata të burgosur politik me 10 vite së bashku me mira vite burg, ndaj tyre kemi uhat madhe. Për politikanët, shumica e shqiptarëve mendojnë se janë të korruptuar. Por sistemi i drejtësisë, në qoftë se ti e pa fajinsin, natyrisht mund të marrësh dëmshpërblim. Por kjo kërkon një kohë gjatë, ai është në detention, pra izoluar, do të ketë një proces gjyqësor që kalon disa faza, dhe secili kur vendoset përpara akuzave, përpara fakteve, ka të drejtë të kontraktojë një avokat dhe të mbrojë veten, ose të shkojë në burg, ose dali pa fajsh. E qartë. Do të Papa, me dua të pyes edhe në lidhje me zhvillimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që këtë herë nuk kanë lidhje me Shqipërinë. New York Times zbuloi se sekretari amerikan i mbrojtjes ndau për të herë të dytë në rrjetet sociale informacione lidhje me operacionin e Shteteve të Bashkuara në Yemen. Si kanë qenë reagimet në lidhje me këtë deri tani? E majta e sulmon, e djatha e ka mbrojtur, Trump përsëri e mbron, por mua më duket që ai person do të largohet. Nuk mund të mbash një post të lartë të tillë që ti të trajnohesh gjatë punës. Duhet të jesh i përgatitur. Ai nuk e kishte staturën për atje. Ishte përgatitur Mike Pompeo, ndodhi ajo që thash, dhe Trump e zgjodhi këtë ish Marines që ka qenë tek Fox News, por që ti je shefi i Pentagonit, duhet të kesh një përvojë të madhe, nuk do të thjesht besnik, sepse ai po e dëmton në VMC zotin Trump. Nuk është thjesht kjo. Ka dhënë dorëheqjen shefi i kabinetit, ka dhënë dorëheqjen numri 2 i zëdhënës, dhe ata kanë filluar të thonë që ka të tjera sjellje skandaloze nga Hegseth dhe Pentagoni është në disarray, thonë këta. Mendoj që do të gjendet një formulë që ai të largohet lehtësisht pa e dëmtuar zotin Trump.
Sepse nuk mundet një organizat kaq e madhe që ka një besueshmëri shumë të madhe të amerikanët të ketë si drejtues dikë që nuk ka as përvojë, as besueshmëri dhe po dëmton në fakt zotin Trump. E qartë. Mirë, zoti Papa Knajsit, ju kisha faleminderit. Gjithashtu.